Gazeta gjermane Der Spiegel shkruan se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpërndau parlamentin dhe shpalli zgjedhjet e parakohshme. Sipas gazetarit gjerman, kjo situatë ka të gjartë të ketë ndodhur pjesërisht edhe për shkak të paraqitjes së një kandidati për president nga kryeministri Albin Kurti. Der Spiegel thekson se arsyet e Kurtit për mos emërimin e Osmanit si presidente janë të paqarta. Vëzhguesit dyshojnë se ajo ka vepruar në shumë raste si e pavarur, pa pëlqimin e Kurtit. Kritikët, thuhet më tej në shkrimin e gazetës gjermane, e akuzojnë kryeministrin Kurti për një stil autoritar. Në shkrim përmendet edhe vonesa disa mujore në krimin e qeverisë, pasi edhe pse lëvizja vetëvendosje fitoi zgjedhjet më nëntshkurt me një shumicë relative, kreu kësaj partie Albin Kurti nuk mundi të gjente partner koalicioni. Rizgjedhja më 28 dhjetor i dha vetëvendosjes vende të mjaftueshme deputetësh që Albin Kurti të bëj kryeministër për një mandat të dytë radhazi, por të pamjaftueshme për të zgjidhur si president një nga kandidatët e tij. Sipas kushtetutës, tani duhet mbahen zgjedhjet e parakohshme, sepse parlamenti nuk arriti të zgjedhë një pasardhës brenda periudhës së kërkuar 30 ditore përpara se të përfundonte mandati i Vjosa Osmanit.